Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Vllazit e nderuar, jemi në dersin e fundit. Jemi duke folur për një grup prej grupit të devijuar, për xhawarixhet. Kemi arritur tek xhamati tekfirit edhe hijres. Më thonë, ky xhamat është përhapur në Egjipt. Është përhapur para një 50 vjetë, edhe dietarët kanë folur për këtë xhamat, mirë po ai xhamat e ka bazën tek xhawarixhet e hershëm, dhe normalisht deri në ditën e gjykimit çështu ka më shku me u përhap, domethënë xhamatet e tilla. Ky xhamat, thot autori i librit, llogaritet shembull i shfaqjes së xhawarixhve në kohën e sotme, mirë po ata e quajnë si xhamati muslimanëve. Apo na jemi xhamati muslimanëve, jemi grupi i shpëtuar dhe pale ndihmuar. Kushdo që nuk vjen me neve, është i dalën prej fesë, kushdo që nuk bën hijret te vendi jon, është i dalën prej fesë, se ata llogaritin vendin e vet ku rrin si vend muslimanëve, ndërsa vendet tjera këtë vendet kafirave thënë. Dhe për atë arsye e bëjnë si obligim me bë hijret te vendi i tyre. Ky xhamat ka lindur në Egjipt në drejtimin e njërit prej nxënësve universitar të fakultetit të bujqësisë në Esjut, e që njihet me emrin Shukri Mustafa. Më thonë, a pe vreni vllazni, dhe ulemajë na kanë potencuar thonë që shumica e kokave të xhamateve të ndryshme nuk janë alima, nuk janë dietar, të fesë po flasin. Kemi thonë, për shembull, zëdhënësi i Al-Kaidës ka qenë Dhawahari. Ai ka qenë doktor, kardiolog me sa diun, ka qenë kardiolog. Mirë po e ka marrë bajrakin e Al-Kaidës pas vdekjes së Bin Ladenit, apo. Me një aspekt janë njerëz që nuk janë alima. E ti pjushkon njerëz që nuk janë alima, që nuk janë dietar, që nuk janë dietar. Nësa na dietarët i kemi, alhamdulillah, kemi dietar bashkori, kemi pas edhe dietarët më hershëm. Ata duhet mi pasu në të vërtetën. Janë njerëz që na nuk ja dim backgroundin e tyre apo prapavijën e tyre se çfarë janë dhe çka thrasin. Tek ai mendimet e xhawarixhve kanë lindur pas arrestimit të tij në vitin 1964 apo 1385 hijri. Mendime këto që hala më shumë u forcun kur ai u arrestua dhe u fut në burg. A e dini, vetë edhe disa jo musliman, se i ndjeku në këto ekspertat e sigurisë, se anë këti ndjeki, a e dini që mas shumë ti ekstremizohet ekstremisti kur të futët në burg. Nëse nuk ka metoda de ekstremizusës, për thëmë deradikalizusës, se radikal është fundament, është rënje në gjuhën greke. Më thëmë, po thëmë de ekstremizim. Nëse nuk ka, sikur në Arabinë Saudite, në vendet e muslimanëve për shembull që ka dietarë dhe shkon në burg dietari edhe i de ekstremizon, ti me shtin në burg një ekstremist, edhe mos me pas njerëz xhallar dietar që e këshillon, ai halo më shumë ekstremizohet. Nuk i din metodat de ekstremizuese ai policia aty që rrin, apo çka është ai aty. Nuk i din. Edhe halo më shumë këto ekstremizon pastaj. Tamam bindet që shteti është tagut, shteti është qafir, shteti po ma lufton fen. Tamam bindet ai. Pse se po të shevlla. Për atë arsye na çka po themi? Por mos me nxit ekstremizmin këni, duhet shteti më mshu edhe këtyve pak. Dhe lëvizja anti-islame duhet më mshu pak. Që na me një lloj lehtësimi apo një lloj me thonë që dora e shtetit apo dora e njerëzve pushtetarë sen është edhe mbi muslimanët, edhe mbi besimtarët. Jo mi qelë sëtë këtë vjen puna një postim i muslimanit për njerë me shtim burg, e ata në të ditë të folë kundër islamit, kërkush nuk merë kur gjë, po shpresojmë në Allahun që kanë me marë, mo përfundimisht, insha Allah, pra po themi. Për atë arsye duhet mi ditë metoda se qysh me i de ekstremizu dhe mi i largu këta njerëz. Në Arabinë Saudite ka pas ulema, kanë shku, i kanë de ekstremizu, ju kanë folë, në detaje. Edhe normalisht ku ti flet ati me ajete, me hadithe, ai tërhiqet me lejen e Allahut subhanahu wa taala, nëse është çka? Nëse është i sinqert me Allahun azza wa jall. Pastaj thot, mendimet e këtij xhamati filluan të shtoheshin, e zgjeroheshin drejt egzagerimit derisa u ekzekutuan liderët, thot e tij pas vrasjes që i bën Muhammed Hussein el-Dhahabi, ka qenë ky një dietar në Egjipt, edhe ka qenë si ministër i vakëfeve në Egjipt. Dhe ka qenë ministër i vakëfeve, se ka në për vendet e muslimanëve ka ministër të fesë, ministër i vakëfeve në Turqi, në Arabi, vendet e muslimanëve ka, të na s'ka.
Se është e ndarë, më thonë shteti prej fesë, apo ku e dine, po edhe nëse është e ndarë, Ministri i Fesë nuk ka problem me pas. Edhe këta që kanë thonë, me mendje atyre, që ky ministër është ministër i shtetit, jo i shtetit që nuk gjykon me ligjin e Allahut, andaj edhe nëse është hoxh, edhe nëse është dietar, këto duhet me vra. Edhe e kanë vra. Më thonë e kanë ekzekutuar. Për atë arsye grupin e tyre pastaj e kanë shti në burg. Cilat janë ato pikat, dhe më thonë, cilat janë shtyllat mbi të cilët u ngritën xhavarixhet e kohës së sotme. Normalisht e din që shtylla kryesore është tekfiri. Do të thonë mi bë qafira musliman. Për çka? Normalisht tekfiri o prej fesë vëllazni. Tekfiri me bë kafir një person është prej fesë. Ama jo në mënyrë të padrejtë me bë kafir. Jo për shkak gjunove mu quti me bë kafir. Më thonë deri në atë mas me shku, për shembull, e she të azon të bo zina, apo e she të pi alkohol, apo të bo homoseksualizëm, në përgjithësi, thot ky person është qafir. Jo, nuk është qafir. Është musliman gjunaqtar. Nëse e bën të lejuar halal, atër del prej fesë. Çfarë dallimi kiti pastaj prej xhavarixhve që për gjunat mëdha i kanë bo qafir jo muslimanët? Po një dyshim është shumë i rrezikshëm. Se ata nuk thonë, se në definicion ti kur ti pyet xhavarixht e sotshëm, kur ti thu pse vëlla po e bën tekfir ti për gjuna, s'është gjuna, thot kufër është ajo. Për gjuna unë se bëjnë, e di që xhavarixht e kanë bë për gjuna tekfir muslimant. Na po i bëjmë për kufër. Ai s'po gjykon me ligjin e Allahut, mos gjykimi me ligjin e Allahut është kufër i madh, dalë pi fesë dhe krypuna. A realisht ajo është gjuna i madh. Është kufër dune kufër. Është kufër pa kufër që ka thënë Ibn Abbasi. Edhe unë çdo herë i sfidoj këta që disa dhe po më shifën fatkeqësisht, po më shifën, që kjo është më e keqja. Sfidoni direkt, kështu direkt. Jo për ta lejuar punë që e bëjnë. Jo për ta leju, jo për thonë që është e lejueshme, ku e diun se janë disa shkelje që bëhen brenda një institucioni të caktuar, po thjesht me bë dallimin mes gjunaqçarit edhe qafirit. Mi thonë për ty gjdo polic, gjdo ushtari FSK-s, gjdo prokuror, gjdo gjykac, gjdo person që punon në shtet, a është qafir? Nëse thot qafir, sa ma larg ti. Sa do që munohet ai me thonë, une jam kështu, une nuk jam tekfiri, une kështu, une ashtu, largoni prej ti. Mi për pyetja më kryesore është prokuror gjykac, se që aty lidhen ligjet. Tash, a i thonë një muslimanit besimtarit, shko bënu prokuror, shko bënu gjykac, nuk mu i me thonë shkoku se a i ka shkelje për në ty. Une i thëmë për shembull dhe një personit nëse ta zomë shkon me një punë që është halal, edhe kundërshtohen disa veprime, disa farzet Allahut subhanahu wa taala, i thëmë mos shko. Për shembull, nëse më thotë, am lejohet me shku me një punë që s'm lejon mu me fal xhumon. Çka ku mi thonë unë ati? I thëmë mos shko vëlla. Apo u thëmë, mos shkoj, i thëmë. Po që ka shku, apo ku e di une? A i thëmë qafir? Jo, nuk i thëmë gjunaqçar. Një të ngjashtë edhe me këto veprime tjera. Na po flasim për tekfirin, pse? Sepse për shkak tekfirit pastaj, për shkak gjunohet jo, për shkak tekfirit pastaj, që e bën tekfir, atëherë lind ajo çështja që çdo person që ka bërë ridde, që ka thonë pejgamberi sa vriteni. Apo kupton ku tash, mesjera. Se çdo kush mund të më thonë, hajde për bësh të madh, hajde ta bën qafir tek e funit, hajde, so. Po kjo çështje akide o vëlla. Kjo është çështje akide. Kjo çështje feje është. Se prej kësaj ai rritet pastaj. Prej kësaj ai pastaj e përdor dhunën me bë përveç tekfirit me bë ta zom sulme vetvrasje apo me i vro. Prej çështjes shumë të vogël në fillim apo. Pastaj thotë konsiderimi thot si kafira atyre muslimanëve që i kundërshtojnë qoftë ky edhe personi i caktuar. I keni pa. Për shembull nëse i kundërshtojmë këta që i them gabim jeni, edhe ju jeni kafira. Ka pas rast për tekfiristëve ekstrem në Çabe janë kon 2 veta janë kon, 2 veta. Edhe këtë i qyraj subhanallahu këtë kafira, veç datë ditë musliman. Apo kupton? Ky tash tu i thon pak më i mëshëm. Ki frikë Allah, nëse këtë smush mi thon kafir, edhe ti thot je kafir. Pse po dyshon kufrin e tyne? Ama thonë, kjo është ekstremi i ekstremeve. Por se çdo ekstrem çon te ekstremi. Se s'nalesh, të ngri shejtani, ka pak të ngri. A ki po çish fillojnë për shembull, fillojnë me zina, pas zinos shejtani çka të bën?
të bën homoseksualizëm, pas homoseksualizmit të bën pedofili, të ngrej shejtani, se çashtu është devijimi. Më thonë, Ibn Kaimi thotë gjynoj e ngrej gjynojnë, edhe bidati e ngrej bidatin. Një bidat njerë si i vogël po themi, pastaj ngritet, bëhet din, edhe prishit uniteti i muslimanëve. Konsiderimi si kafir e atij që del nga xhamati i tyre ose kundërshton qoftë edhe disa parime. Po ndojte nga grupi tynve që është, apo më njëherë të shpallin qafir. Një të gjohë është edhe me palën tjetër këta që japin zor, që i bëjnë bidatxhi njerëzve. Po si je me mu, je kundër meje. Po s'nejte me mu, je bidatxhi, me njëherë. Qysh tek, ane, kne, u prishe, ane, bam, bum. Ka thallë Allah, ka thallë se parimet i ka selefije. Nuk bën për një njërët me bo bidatxhi. Nuk është përsa personale me pas dikush. Dhe të është bidatxhi mi bo njerëzit për shkak kësaj çështje? Nuk shkon kështu. Pastaj thot, konsiderimi si o muslimani shoqërive islame dhe gjykimi për to se janë shoqëri xahilijeti. Domethënë, ata thonë, veç vendi ynë ku jemi me një fshat, me një xhami apo me një rreth caktuar, që ky vend është vend Darul Islam, vendi muslimanëve. Kred vendet tjera janë vendet kufarve, vendet xahilijeti, nuk ka sistem shariatik. Edhe i kapin njerëzit, a ka sistem shariatik? Thushi ju, atë kjo është sistemi i xahilijetit. Nuk mund të me thonë sistemi i xahilijetit, kanë thonë ulemaja, në mënyrë të përgjithshme, se mod xahillëk të përgjithshëm xahilijet nuk ka me ardhen e Muhamedit alayhis salatu wassalam. Masi që ka ardhur Muhamedi alayhis salatu wassalam, herdo kur ka me pas njerëz në vendet ndryshme që e pasojnë rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Nuk mundesh me thonë krejt. Ka pas prej tyre që edhe Mekën, Medinën e kanë bë darul kufr. E kanë bë vend të kufrit. E subhanallah, pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thonë që para kiametit Dejjalli s'ka me hin Mekë dhe Medinë. Mekë s'ka me hin Mekë, ti po e bën vend kufrit apo. Allahu subhanahu për runat vend. Parmeno, ti po i bën kufër një vend që pejgamberi sa ka thonë s'ka me hin Dejjalli. Pastaj thot konsiderimi kafiri ati që nuk migron drejt tyre dhe nuk bratis shëshin ku jeton qështan dhe institucionet e saj. Pastaj thot konsiderimi kafiri ati që nuk e konsiderojnë kafir atë që e konsiderojnë të tillë, kush nuk e bën kafirin kafir edhe vetë është kafir, që është ai rregulli. Pika tjetër është migrimi dhe izolimi, shtyll që përfshin sipas tyre braktisjen e xhamive. Nuk janë krejt xhavarixhet që i braktisin xhamiat në vendin tonë. Ka që i braktisën, ndoshta keni një, ka që nuk falen nëpër xhamia. Braktisja e xhamiave. Lënia namazit në to kur hyn edhe xhumaja. Pse? Këtë imam të në qafira, ose nuk kemi shtet islam, nuk kemi khalifet muslimanve, atër bie përgjithësia e xhumas. Edhe kada ka dole shejtani që shtu i devjen, ka pas vllaznim kanë tregu në fushë Kosovë që nuk shkojnë me fal xhuman. Pajtohëm, bëjnë bidate. Pajtohëm mund t'jenë edhe bidatxhi. Këtë pajtohëm. Ama kafir ka dalë brevla. Ka dale. Kada ka dale, ose që ka bëjnë, pastaj shkojnë e marrin një lokal të caktuar, edhe që tu e falin xhuman. Nëse s'u e marrin edhe qatë lokal, se falin hitë xhuman. Që shejtani që shingri. Ku të largosh prej xhamiave, se cili le ta din prej nesh. Disa ditë nëse largosh prej xhamiave, këshire imanin tonë, kontrolloj shiki. Kada ka dale, e shese qysh do pësohet njeriu. E gërsohet. Allah na rujt mund edhe në fund me dalë edhe në kofër me dalë, Allah na rujt. Si qysh ka pas prej të hershmeve. Braktisja absolute e shoqërisë islame, dhe më thonë shoqërive islame, braktisja mësimit dhe mësindhënies e ndalojnë me shku në për universitete, për shembull Medine që shkojnë talebet të na apo ku e diune, pse se këto universitete janë të ngritur mbi shtetin. Shteti i ka bu. E tash, shteti sipas tyre është qafir, atë çka ju thot shteti këta flasin dhe na kemi dyshimet e ky universitet, edhe normalisht nuk lejohet me shku me marrë mësim në për universitetet e muslimanëve. E te kush me marrë dije? Prej te me marrë dije, apo? Që i kemë su 2 hadithe dhe 2 mesele, edhe tash e mbledh xhamatin edhe prej te me marrë mësim, apo? E mos me marrë për xhallarëve për dietarëve. Pastaj thot braktisja e funksioneve në përgjithësi në institucioneve të shoqërisë, po ku e diune sepse e quajnë një shoqëri të xahilijetit me një aspekt.
çdo sen, çdo person që është në institucionet shtetërore, ata e bëjnë qafir pa dallim. Pa dallim. Thirrja për në analfabetizëm dhe lufta ndaj arsimit. A di çfarë pretendimi? Që subhanallah. Pse thirrja në analfabetizëm? Se Muhamedi a.s. ka qenë analfabet. Dhe na du të më konë analfabet. Far argumenti. Zoti i madh. Po Muhamedi a.s. ka qenë analfabet. Po Muhamedi a.s. e mësoi Allahu azza xal. Ajeti par ikra është. Bismi rabbike alladhi khalaq. Lexon në emrin e Zotit tënd i cili të krijoi. Pastaj, çka ka thënë Muhamedi a.s. obligim i muslimanit është me kërku dijen. Kërkimi i dijes është obligim për çdo besimtar, për çdo musliman. Qoftë mashkull, qoftë femën. Këta thrasin në çka? Në analfabetizëm. Edhe i sheh me debatu me ta për shembull, e sheh se në çfarë gjehli të madh janë. Nuk din. Nuk i din detajet e të kufrit, e të shirkut, e të llojet, e gjitha këto gjëra nuk i din. Veç i marrin bardezi gjërat. Pastaj thot shokët e tij ishin analfabet, përveç një pakicë edhe se është e pamundur të bashkosh ndërmjet kërkimit të dijes së dynjos dhe adhurimit të Allahut në namaz. Domethënë çka me e largu, domethënë këtë përgjithsisht dynjon me largu, sepse nëse ti punon për dynjon, atëherë ti ke mu largu prej namazit. Sot ç'ashtu. Punon atë sa ke mundësi, apo edhe normalisht edhe ibadet e bën Allahun subhanahu wa taala. E që ador nga gjykimi ndaj dikujt pa u siguruar, të siguruar të shtyll tek ata. Pra, hezitimin dhe të ndaluar nga gjykimi ndaj atij që gjendja e tij është e panjohur. Çka bën? Xhami më pedim s'falen. Pa i grupi tjetër që falet në xhami, mas pari thot ka dalë ta kçyri kush o ke imam. Do me vetë një herë a është musliman aso musliman kë. Se s'jam të e ditone. Se kia detyrë ti o vëlla, se kia të përgjithësiti. A është xhamia? Në bazë është që xhamia janë imam që është musliman. Mirë, erë një vëlla dhe më tha o vëlla, ky ka kufër, ky ka kështu, ky ka... Allah është problem, nuk shkoj pastaj. Jo për shembull me ardhun e ta zonë të vëlla Ylbiri, këtu Bilali, edhe ma qetë më një copë mish aty, edhe vëlla çush e ki prejti? A është halal ky mishi? Nuk i ki obligim vëlla. Sepse musliman është ky. Po që të paska rajt, e merë përgjithësin ai. Nëse shkojmë këtë kontekst, shkodën, pa fundësi pastaj, ti s'mush as me hecë, vëlla, rrugës s'mush me hecë. Ka pas një rast, as në kërë nuk hypke. Pse? S'ka pas kërë në kone pejgamberit alayhis salam. Apo ku e dione dhe më thonë, parët nuk i përdor ke parët. Pse? Parët s'ka pas në kone pejgamberit alayhis salam. Derin që atë drejgje shkon, kjo gjë. Edhe i devion pastaj njerëzit. Pik tjetër, thot, thënja se lideri tyre Shukri Mustafa është Mehdiu i cili do të dalë në prag të kiametit dhe se Allah me të do ta bëj fen të sundoj mbi fe të tjera. Si që dini, përveç këtij ka ndodhur edhe në Mekke ka ndodhur në vitin 79, fitnja Gjuhejmanit. A ndodhi fitnja Gjuhejmanit. Erë shejtani disa personave edhe i tha që ky filoni është Mehdi. U qovën në mëngjes edhe ondrën pja kalzoj një vllot, dhe thamë, o ti Habib, pash që filoni është Mehdi. Ky po bradhune e pash, ju ka shku shejtani 3 personave, i ka mashtru, edhe të tret ondrën e njëjtë. Para më në qëfar manipulimi ka bo shejtani. Që kanë bu? Tabutat që në konë, tabutat, edhe s'ka pas siguri që shka sot. Masi që kanë ndodhë gjërat, pastaj aty autoritetet aty në qabe e kanë bo sigurimin më të madh. Tabutat që në konë, vllazni kanë mush me armë, i kanë shtin qabe. Tabutat e shprasta, ka pas njerë që kanë punu me tabuta me sene, i kanë manipulu këta tipa, edhe pse s'po bën jo gjihad, qafirat i kemi për para, ku e diuna në ikni, atër na du të me marë pushtetin, i kanë mush tabutat, edhe kanë mush qabën me, qka? Me armë. Edhe tash para me në qëfar sprove madhe është ti, në qabe me nejt aty, e mja drejtu autoriteteve, dhe më thonë, goditjet, apo, ndërsa autoritetet mos me mujtë ty me gjujtë, se qabën do të me gjujtë. Para me në qëfar fitne e madhe, subhanallah. Deri sa kanë kërku mendime, anik, nis, disa 80 vakte se në falë në xhami. Qa kanë bu?
që mos me gjujt në drejtim qabës, në vendit shajt, kanë vendos ujë në tokë, edhe rrymën e kanë qitë në ujë dhe i kanë vra. Ose largojnë ju kanë thonë. Mirë pas ju su largu. Ata kanë dalë për me vdik në njësve. E kanë qitë ujën, kanë vendos rrymën aty, i kanë vra, edhe o shufit një e tyre. E Shekh Albani Rahimullahu Taala ju thot që këta janë të mashtrum, duhet me këshillu me një aspekt apo këtë djene, po sa dush këshillaj, s'pa merr vesh Allah. Ai po të gjun, ti s'ki qa me bo, plus i ka marrë, i ka bo si refugjat i ka shti aty, ata xhamatlit shkretit kanë met aty, për një moment kur kanë dalë këta me armatim, me mikrofon ato dalë, na jemi, unë jam Mehdiu, unë jam udhëheci si muslimanëve, unë jam khalifja muslimanëve, hes tash kemi me sulmu na filon shtetin e, këta janë të bashkëpunu me qafirat, ta, kështu e këta, ashtu, edhe kanë bo kërdi gjakder dhe kanë bo në, qka? Në xhamin e pejgamberit, në Mekën e bekume. Pastaj thot, pretendimi se xhamati i tyre është ai xhamat musliman që i paraprin kiametit dhe lufton Dejjalin, shfaqja të cilët dhe zbritja e Isait alayhis salam. A e dini kur duli Sisi për shembull që i mishin disa hadithe flamujve të zi. Ato dopta janë ato hadithe. Edhe i qitin ta flamujt e zi dhe theshin që flamujt e zi pejgamberi alayhis salam. Subhanallah. Njoni dul në hudbe prej tyre, tha dhe sikur Muhamedi alayhis salam tishte gjallë, neve kishte me na pasun gjihadin tonë. Deri qatë gjende ka nërda, për e njerëzit po mashtrohen. Wallahi ku ti shohun e të rritë që mashtrohen pas disa videove, pas disa njerëzve që nuk i nje fare, veç e ka të po një video aty, a është shpionaj, a është anti-islamik, a ku e diune qka është. Wallahi Dejjalli është shumë malit më mashtru musliman me Dejjallin se sa me këta njerëz. Me këta po mashtrohen. E lërëmo me Dejjallin kur t'vjen me mrekullinat ndryshme. Që aty e ka gjenetin, që aty e ka gjenemin, po themi kushtimisht. I thot qiellit lësho shi, bjerë shi. Thonë mashtrohen njerëzit. E kush nuk mashtrohen? Ata që qëndrojnë fort në sunnet edhe të kapur pas ulemave. Se ulemat nuk ndryshajnë. Ulemat kanë përvoj në fitne. Pastaj thot thënia për përplasjen e farzave, ata kanë për qëllim me këtë lejimin e rrënjes së disa detyrave. Ç'a bëjnë vllazni? Në gjendje të dobësisë, ata thonë, në gjendje të dobësisë, ata thonë që lejohet mos me fal xhuman. Në gjendje të dobësisë lejohet me bën një lloj tukje mi rru mjekrat. A e dini në 2014 disa që i arrestuan, disa që priqin mu arrestu, disa që u tutëshin, i rrujtën mjekrat. I rrujtën mjekrat. Qka që kanë pas mjekrat, i rrujtën. Pse? Se po në shtetin në burg. Mirë dhe nëse e në të vërtetën, që për tani? Në të shtetin në burg. Edhe i bëntemi ju ka në burg. Edhe këtë ulemoja, ka pas. Nuk është kusht, më konë në hak për më konë në burg. Nuk është kusht. Po themi që hajtë. Mirë, po ishë në burg, anë të shka. A du të me rru mjekra në? Më thonë, kjo qëllimi e justifikan mjetin. Më në thjesht pëse se na jemi 100 milion banor, të s'po din kush jeti. Dje e konë pa mjekër, sot me mjekër, apo? Dje e konë me mjekër, sot pa mjekër. E s'po të shtika nëse ti e ek mjekërën. Pastaj thot, shtylla dhe veçoritë të tjera nga bidatet e tyre, si për shembull janë përkohshmëria rregullave, ku mund të lënë disa rrite të fesë, siç tham, domethënë xhumoja, 2 festat e Bajramit, e kryen disa harame, si martesa me idhujtare, ruajtja e mjekrës, ngrënia të therrës së idhujtarëve, gjitha këto me qëllim domethënë sepse na jemi në periudhën e dobësisë, bile disa për shembull gylengjit janë, një prej grupeve dini gylengjit, ata e kanë një teori që mu fut brenda shtetit, mu fut brenda prokurorisë, brenda gjykatave, brenda institucioneve, edhe me futat ideologjinë e vet, mirë po metodën tamam si t'jaudive. Hinë mrenda abivi, hinë mrenda, edhe ti si merr vesh ata që janë gylenxhi. Nuk i merr vesh fare. As mjekër nuk lëshojnë, as nuk falen në syteje, as nuk japin selam, as hinë heq në meselet fesë. Mirë po qëllimi është mi kap ato vendet kyçe, gjykatën speciale, gjykatën kushtetuese, gjykatën ato këto themelore kret, edhe
urdhat I ka pi atje nalt. Pi ati kokës vet, një të ngjë e kanë bu vllaznin Turqi. Kallëzeke një hoq që është prej grupeve të tekfirit, kur e kanë arrestu në Turqi, dhe pikrisht e kanë arrestu në momentin kur ka folë për Gülengjit. Pushtetari ishte Erdoani, apo kupton? Se najherë vllazni mos menoni se çdo gjë dhe din pushtetari. Najherë prokurori merr vendime autonome. Pa e pyet pushtetin. Jo najherë, po çashtu duhet më kon rregulli, po sa shkon është diçka tjetër. Edhe në momentin kur ka fol kundër Gulengjive, e kanë futur në burg me një herë. Edhe çfarë subhanallah, po i thon çti hoxhës, tha falenderoj Allahun që na kemi qelluar të kemi zonë. Se na I kemi incizimet edhe në vendet private kur ti je me gruan tonë. E qa? Tha u marrun mas e kur më thonë qështot. E qa po do me thonë ta? Unë me hallollin tam jam. Do me thonë ty po ta lejon feja, me një aspekt pithu vitit musliman, dhe me që shqyqyr na që jemi musliman, e s'po ti qesim me të shantazhu, me gruan tonë dhe ti qa ki bo, se ti shinkon ata të partive tjera dhe me, jo të partive, po ti shinkon këta të sekularista dhe këta që janë anti-islamista, ti këshin qitë shantazhet, për këpëton ko logika. Edhe tha, po qkani, unë me hallollin tam, qite, që kime boti? Qëfar shantazhet ti mush me bot dikujt me thonë me gruan tonë, a pranon logika është nosh? Në derin qatë mos kanë shku këta tipa, që ta Gülengjit kanë shku, që elhamdulillah Allah zëvëgjel, u sjellë hesapi, kishe puqe senën e I hoqën krejtë. Pastaj çështje tjetër është përkohshmëria rregullave, e trajtuam këtë, shpikja rregullave të reja ligjëruse, të cilat janë kundërshtim me rrugën e të parëve tanë të mirë, e kundërshtojnë ixhmajin e kështu me radhë, të mos mbështeturit e tyre në mënyrën se si kuptonin sahabët dhe dietarët Kur'anin edhe Sunetin. Normalisht, kjo është zaten çështja e tyre, janë mundu transmetimin e Ibn Abbasit kufër dune kufër me dopsu. Do më thonë me dopsu transmetimin e Ibn Abbasit. Alhamdulillah, një nxënës për nxënësat Sheikh Albanit I ka sjell aty 70-80 referenca edhe ulema alima të mëdhej që e kanë saksu atë transmetim që mos gjykimi me ligj të Allahut është kufër dune kufër. Nuk është ai kufër ju që mendoni, në Allahun, pejgamberin, me lajket, por se është kufër dune kufër, është kufër pa kufër. Pse e merrni veç ajetin e parë? Wa man lam yahkum bima anzala Allah, fa ulaika humul kafirun. Pse pe merrni veç të parën? Kush nuk gjykon me ligjin e Allahut, të tillë janë kafirun. Ku është ajeti tjetër 45? Zalimun. Ku është ajeti 47? Fasiqun. A veç ajetin e parë? E tash cilën? Ti po thua ajetin e parë që unë të fundit për marë. Ky tjetër po thotë jo çak mesmin për marë. Qysh me e bo këtë çështje? Më thonë nuk marrin me shkëputje, me shkëput çështjet edhe me I detajizu. Thot nuk e njohin hilafetin islam nga shekulli I 4 Hijri. Flasim për çet xhamat. Jo sot që janë për shembull disa se këta e pranojnë, apo më thonë mas shekullit 4 Hijri nuk e pranojnë, domethënë krejt I bëjnë kafira. Ka edhe disa në Maqedoni kanë qenë që e kanë bodhe I Ibn Taymija në qafir. A e dini? Më thonë, këta I quajnë këta si gulat. Apo si gulat, dhe me këta kanë kalu ekstremizmin. Se tash I ndonë, njëherë në të përgjithshme I bëjnë këtë pushtetar qafira, apo hiq pa asy, edhe pse ka pushtetar në vendet e muslimanëve që janë qafira, nuk diskutohet, po jo në të përgjithshme më thonë, krejt janë qafira. Se du të me pas kujdes. E tash, mirë po dietarët nuk I bëjnë. Tash çot grupi tjetër edhe ju thot këtij grupi. Çata dietarët ju që s'pi bëni qafira, a e njohin pushtetarin e vet që po bën kufër? Po e njohin. Qysh s'me bën ata tekfir? Ata edhe këta janë qafira. Qysh ti thot pushtetarin pe bën kafir, ndërsa dietarin që e njeh gjendjen shumë mirë të pushtetarit vet,
e njeh shumë mirë gjendjen e nuk po bën kafir, atëherë duhet bëhet edhe dietari kafir. Dhe për atë arsye kanë bë Ibn Bazin kafir, Ibn Uthayminin kafir, Sheikh Albanin e kanë bë kafir, edhe i kanë largu njerëzit nga ulemaja e ahli sunnetit. Dhuna dhe ashpërsia në marrëdhënie me të tjerët ajo diskutohet, të mbajturit e vetes me dije vetmashtrim, kryelartësi dhe ndjenja dallimin ndaj pjesës tjetër së muslimanëve. E dini, e kam transmetuar hadithin kur ka një person tek xhamia dhe pejgamberi sa mi thot, ato duk vetja më e mirë i sekret. Wallahi po ja Resulullah. Dhe më thonë, hin aty me ekrën e madhe sa që është prej sunetit. Pantollat e shkurta, falet me ngritje durve, krecen e shë, edhe këqyrt e tjerë, normalisht asnjënit prej jush nuk lejohet në mënyrë specifike individuale me qit gishtin me thonë që kjo është çështot. Keni kujdes se kjo është çështje e zemrës, është e rrezikshme kjo punë. Na po flasim si fenomen që mund ta kenë disa prej personave, hen aty edhe i sheh krejt të rrum, tjetri e ka mjekrën po si çandurt, edhe i duket vetja më i mirë sekret. Ndoshta Allahu subhanahu wa ta'ala, di që shtot i bëntimi rajmë Allahu ta'ala, ka prej evlijave të Allahut që jenë edhe mesin e grupeve të devijuar, apo jenë evlijat të Allahut. Dhe më thonë ti e din që filon grupi është i devijuar dhe u mashtru një xhamatli, u mashtru të ta. Mirë po është i sinqert me Allahun azza wa jall. Nuk i ka kohë udhëzimit, më thonë detajet mi kuptu, Allahu subhanahu wa ta'ala e shpëton prej zjarmit të xhenamit, edhe pse është tek 72 grupet e devijuara. Si rregull. Më thon pse, edhe Sheikh Albani thotë, jo çdo person që i atribuohet një grupi është i devijuar. Më thon duhet me pas kujdes, kemi na për vllazni vallahi kemi. Kur takosh e pranon të vërtetën, po e ka një hoç që është i devijuar, mas ti shkon. Ama kur të flet ti me to, subhanallah, i pranon gjërat. E ka pak të vështirë mi asha hoxhën e vet. Mirë po i pranon ajetet, hadithet, gradualisht, këta njerëz janë sinqert me lenin Allahut azza wa jall. Pastaj thot bërja e lejuar e vrasjeve dhe atentateve ndaj kundërshtarëve. Kundërshtar dikur antar të xhamatit të tyre duke i quajtur të dal nga Islami, përveç tyre, dhe me thonë, për këtë arsye u regjistruan nga operacionet e tyre vrasja e njërit prej dietarëve, që njëkohësisht është ministër i fesë në Egjipt. E kanë vrarë me atentat në emër të xhihadit fi sabilillah. Shpejtësia e rënjes në kontradikt dhe përçarje. Me njerë futën, dhe më thonë, në përçarje. Për një mesele, për njerë dohen. Një mesele e kapin, çështjet e tekfirit, jo thot, po menoj që është i mirë, edhe me njëherë bëjnë tekfir, edhe aut e qesin bëhet armik i Allahut subhanahu wa ta'ala. Kategoria e dytë është ahli tawakkuf, janë nga shtylla mbi të cilët janë ngritur xhawarizhet, ato kanë për qëllim tërheqjen dhe mos shpalljen e gjykimit në ato çështje që nuk kanë lidhje me anëtarët e tyre. Për shembull, çka konsinjohen për i xhamatit tyre, jashtë xhamatit tyre nuk thënë as musliman as kafir. Duhet me njoftu me thot njerë. Qëtu apo vini jo, ta shumë pionia juve kretve, ju jeni musliman. Dola për jashtë, ati e shenë xhami dikonin të shku, nuk e di. Thota o musliman, a është qafir. Se unë du të mu vërtetu për imanin e ti. Kufër bit tagut dhët me bo, me bo, dhe më thonë, thjesht me bo pushtetartë, apo gjithë ata që punojnë sistem qafira, prej bazave takitës, në më thonë, tyre e kur ta bën atër, thot që tash je mirë, që tash je në atë procedurën e hyrjes në islam. Kjo është ehli tawakkuf, dhe më thonë, ndalen në gjykim, qoftë si musliman, qoftë si qafir. Qoftë si musliman, qoftë si qafir, nuk guxojnë. As qafir si thënë direkt, po as musliman nuk i thënë direkt. Ka dalë ta shoh njerë. Ta shoh thot, a është ky person në islam apo nuk është. Pra nuk gjykojnë se janë në islam, as në kufër, as vllazërimeta, e as armiqësi derisa thot të qartësohet çështja e tyre, dhe për atë arsye nuk falen namaz pas tyre. Për shembull vllazni, po jap një rast konkret. Nëse ju shkoni me një xhami, e keni fal namazin e drekës, edhe keni pa një xhenaze, a pe njihni atë xhenazën? Jo. Sipas Islamit lejohet me fal xhenazën. Derisa nuk vjen një person edhe me të thonë, Allah që kë e ka luftu dinën Allah të zirë. Allah shpëblet nuk falna.
Sepse rregulli Sheikhul Islam Ibn Taymija thot, me një vend ku janë muslimanët është Islami. Janë musliman. Çka kemi thonë ti o vëlla për kosovarët? Çka kemi thonë? Për shembull shkon në Evropë ti. Çfarë feje kanë te ju? Çka janë populli juaj? Çfarë më thonë? A janë katolik? Jo, si janë. Katolik janë 1%, 2%. S'çon pesha ja. Na jemi prej vendeve që edhe shtetet muslimane na kanë zili për përqindje të madhe të muslimanëve. 80% i kanë për vendet e muslimanëve. Për atë arsye këta po çmenden këto lëvizjet anti-islame thave në vendet islame që kaq nuk ka musliman me përqindje. 93%, a di çfarë do të thonë ti? Për 1.5% që bëjnë zhurmë. Vallai bolli natë po vjen. 1.5% vëlla. Edhe çat 1.5% që duhet me dalë 0.000.1%, se nuk janë krejt, dhe katolikë që dalin me folë që ashtu, çish dalin këta. Po du me thonë, rastin e përgjithshëm themi, këtu janë muslimant, pastaj, sa janë besimtar, sa janë devotshëm, ajo është çështje tjetër. Shumica atyre teprejnë me kapjen pas fjalëve të Sejid Kutbit, si xahilijeti, shoqërive, izolimi ndjesor, distancimi si dhe përqendrimi dhe teprimi i tyre në atë që quajnë tauhid el-hakimiyya. Keni dëgjuar për tauhidin hakimiyya? Tauhidi hakimiyya është tauhid që kanë shpik këto grupet ekstremiste për me fokusu çështjen tek qeveria. Apo kupton? Tauhidi i gjykimit. Dietarët kanë thonë nëse qilim këtë derë i bie që plot tauhidet i shpikim. Tauhidin e namazit, tauhidin e xherimit, tauhidin e zakatit, tauhidin e kësaj. Tauhidi hakimia futet tek tauhidi uluhia apo tek tauhidi rububia. Nuk ki nevojë ti me specifiku, po çka është çështja vllazni? Se ti kur ta specifikon, atëherë i fokuson besimtarët rreth çasaj çështje që mu marr veç me qeveri. Veç me pushtet mu marr. Edhe mu marr me mosgjykimin me listë Allahut subhanahu wa taala, edhe pastaj me dalë në ekstremin e ati që çdo mosgjykim me listë Allahut është kufër i madh dhe dalje nga feja Allahut subhanahu wa taala. Shumica e tyre thotë e komentuan el-Hakimiyya, pashtu e komentuan el-Walan edhe el-Baran vetëm me mohimin e tagutit që adhurohet përveç Allahut subhanahu wa taala. Domethënë, Walaja dhe Beraja është dashuria dhe urrejtja për hir të Allahut subhanahu wa taala, çdo gjë e lidhin me tagutin sipas tyre, dhe taguti është fjalë e gjon. Çdo gjë që adhurohet pos Allahut subhanahu wa taala është tagut. Edhe mosgjykimi lisht Allahut tagut është. Edhe nëse shkon me adhuru dikë tjetër pos Allahut është tagut. Edhe një njeri që ti e bën të pagabushëm, edhe ai është tagut. Më thonë, është çështje e madhe që përfshin shumë gjëra, nuk ka të bëjë vetëm me mosgjykimin me lisht Allahut subhanahu wa taala. Pretendimi i tyre se kanë arritur aftësinë për të bërë ijtihad, duke mos qenë dietar shkollës së ijtihadit, kufizimi i vërtetës vetëm tek ata, gjitha këto gjëra, domethënë i bëjnë të devijuar të njerëz. Prej tyre ka që anashkalojnë disa shtylla të tauhidit. Më thonë, çka bëjnë? Subhanallah. Në çështjet e akidës, kur vjen puna e grupeve, lëshën pe, është e Shari Maturidi, ku e dinë grupeve të ndryshme, bëhen bashk. Kur vjen puna një qëllim. Cili është qëllimi? Pushteti. Cili është qëllimi? Gjihadi në thojza i tyre. Cili është qëllimi? Kryengritja. Këtë bëhen bashk. Edhe pse, në akide për shembull mund të jetë Shari, mund të jetë Maturidi, mund të jetë Mu'tazili, mund të jetë ku e diun i grupeve të ndryshme, thot qëllimi jon primar është na me bë xhihad fi sabilillah, me luftu qëta pushtetar, me hek, me marr pushtetin, me shpall hilafetin. Valla këto tërhece. Apo për triunin tërhece shumë këto. Se çdo i ri ka qef mu gjyku me shariat. Ama rruga nuk është në rregull. Çash leti po më kemi marr pushtetin këtë botës arabe, a? Si ja, nuk është e lehtë me disa grupe ti. E vallëzoj një libër apo ta lexoj, kur ka qenë koha Bin Ladenit atëherë, edhe kur ka dasht Iraki me sulmu Saudin, luftën e Xhirit, aty me çështjen e Kuvajtit, edhe shkoi Bin Ladeni aty te pushtetarët, edhe tu ju thonë, unë kam grupin tim, edhe unë dal, domethënë i dal ndim popullatës me një aspekt kundër Irakut. Hajgore të lutja, kundër një shteti Iraku që çfarë fuqie ka pas në atë kohë, vitet e 90-ta.
Aleikum salam wa barakatuh. Aleikum salam wa barakatuh. A hajgore peshetia. Nuk ka mundësi grup i vogël vllazni. Grup i vogël mu qu me luftu kundër një shteti që shukon Iraku. Kundër një shteti që shukon Iraku atëherë. Që ka qenë, përdini lufta që ka qenë Iraku Kuvajtin kur e mur. Ka marrë Kuvajtin, ka qenë prej lëvizjeve bathiste, o thënë kë Saddam Husseini, që Shebin Bazi e ka bo tekfir. Edhe qka ka dosh me sulmu dhe Saudin. Saudia e soqme nuk është sikur Saudia e atëhershme që konë. Atëherë shumë e dopt ka qenë. Tash është ma fuqishme. Edhe tash qka u bo qështja? Qështja a me kërku ndim pe kufarva mos me kërku. Qështja shumë e ndishme. Qështja shumë e ndishme. Në kufi dhe më thonë të shtetit, Arabisë Saudite, sepse Iraku, Saddam Husseini ka dosh me sulmu, apo? Edhe tash jenë mbledhu lemaja, prej tyre Sheikh Bin Bazi, vllazni. Prej tyre Sheikh Bin Bazi, rahimullahu ta'ala. Jenë mbledhu lemaja dhe kanë thonë, me marrë një forcë të jashtme të kafirave në kufi për një kohë të përkohshme, që thjesht mi qëndru me pas bazat aty, edhe mos me na sulmu Iraku neve. Sheikh Albani ka qenë kategorik. Thot nuk lejohet në asnjë mënyrë me kërku ndim pe kafirit. Sheikh Bin Bazi e ka parë rrethanat aktuale, çysh mund me ndodh, çka mund me ndodh, ka dhënë fetva Sheikh Bin Bazi. Ka dhënë fetva Sheikh Bin Bazi që lejohet në mënyrë të përkohshme mi pas forcat jo muslimane në kufi mes Saudis, Kuvajtit, Irakut aty, apo. Edhe tash kjo ka nxit pastaj sulmeve të vrase me bu, apo brenda Arabisë Saudite me pretekstin e gjihadit. Pse? Sepse në hadith pejgamberit alayhis salam, ç'a thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Thot largoni thot jehudët dhe krishterët prej gadishullit arabik. Që krishterët janë në kufi, na duhet mi largu. Po kush i largon vllazni? A i largon individet? A i largon pushteti? A i largon institucionet? Kush i largon? Nuk mundëm na mi largu se cili kokën e vetë, hajde pe bojën e një sulmëve të vras, po dalë dhe pe largoj një ushtrit fuqishme. Kjo nuk shkan. Edhe që ty kanë lind pastaj fitnet e mdhaja, pastaj për shembull kur kanë qenë tazomnio musliman nëse ka qenë në Riyadh, në Gjidde, ku e diun ambasadorët, ku e diun, edhe kanë bërë sulme vetvrase brenda Saudis me pretekstin e xhihadit. Ndërsa në hadith pejgamberit alayhis salam ka ardhur, thot kush e mbyt një muahet nuk ka menuhat erën e xhennetit. Do të thonë një qafir, nëse merr leje prej vendit tënd, merr leje prej vendit tënd, jo me të sulmu, merr leje kështu tamam. Thot nëse e mbytni, thot nuk ka menuhat erën aromën e xhennetit. Kjo çështje subhanallahu si duket shqiptarët e kanë marrë për hadith pejgamberit alayhis salam, që nuk e vrasin njeriu armikun dushmanin në konak koreki. Qështu kontradite na. Kur ka dalë për jashtë e ka vra. Mirë po në shpi kur e ka pas, se ka vra. Kjo është tradita jo, na nuk jemi tradhtar, subhanallah. Por ata arsye na nuk tradhtojmë as qafire nuk e tradhtojmë. Përveç se kur ka luftë në betejë. Lufta është mashtrim që ka thënë pejgamberi alayhis salam. Ama kështu në patësore, kur ka paqe, qoftë edhe e brisht që është, duhet me pas kujdes. Se na jemi musliman. Qysh ka thonë edhe Sheikh Uthaymin rahimahullahu taala për disa sulme që janë bërë nëpër Evropë, thotë subhanallahu muslimani nuk o tradhtar vëlla. Përkundër asaj ti që po shkon në vendet e kufrit, po jeton atje, që po të mos shko. Pse po shkon? Po çe ke shku? Po shkon me punu, po merr parë, ku e di unë? Thotë tradhtar ti je nëse shkon edhe vret atje me sulme vetvrase. Ndaj kafirit subhanallahu. Ku ndaj muslimanit Allahu akbar. Vetëm se si në grupin të mune me të vra, mu që me të vra, jo me vlasë musliman jeti. Ki la ilaha illallah, ki tauhid. Më thonë, për atë arsye, për hapja e grupeve të ndryshme, edhe ekstremizmi bën që me luftu, pastaj musliman janë imitetin me vra, në emën të luftës fatkeqësisht. Si që thamë, dhe më thonë, provimi muslimanëve në akide ku nuk dëshmojnë për dikë për e tyre se është musliman, atër pasi të sigurohen, dhe më thonë, vjen dy grupe. Vjen për shembull personi dhe thotë çfarë menimi ki për ta? Vallai hoxhi mirë sa bidaxhie. Po
Ka dalë më vëlla, pa të ajen të rezime, subhanallah. Ka dalë më vëlla njerë. Qyshe tek ja nekni. Vjen të jetër i thot, filan pushtetare, ja o musliman, valloj, po punon për islam paksan, kafirje. Kjo është ekstremizëm në dy ondë. Ekstremizmat në dy ondë i luftojmë. Edhe në mënyrë, dhe më thonë, mënyrë që shë lypë feja e Allahut subhanahu wa taala, nuk marrin pjesë me muslimanët në rritet detyrat e fesë, qoftë në luftë, në urdhim për të mirë, ndalimin nga e keqja. Allazni, gjihadi, urdhimi për të mirë, ndalimi nga e keqja, lejohet edhe pas një udhëheci që është gjunaqçar i madh. Nëse është musliman është fjala. Pas një muslimani gjunaqçar i madh, lejohet, dhe më thonë, ai me pas flamurin edhe pas ti me shku pastaj nëse e shpall luftën fi sabilillah. Ka prej tyre që bëjnë të lejuar disa harame, që shtam ruajtja e mjekrës, lënia disa detyrave, dhënia zakatit, me pretendimin që nuk kemi pushtet. Që shtam, dhe më thonë, momentin kur shtrëngohen çështjet pak a shumë me rru mjekrën, momentin kur nuk kemi pushtet islam që gjykohet me shariat, mos mu fal në për xhamia, apo kjo është e rrezikshme, që shtam përveç grupit tem apo ku e diun e vendit tem ku unë rri që aty me fal xhumon, kjo është çështje e rrezikshme, e teprin zbatimin e rregullave të elwalas dhe beras, thot dashurisë dhe urrëtit deri në shkallën e mirë ngarkesës. Shumë prej tyre i drejtohen mos shfaqjes së besimit në pranitë të dikujt, më thon e mshefin me një aspekt, apo e mshefin besimin. Nga veçoritë më dalluese tek ata është ngritja e sloganit që nuk ka gjehel, nuk ka arsyetim në gjehel në asnjë mënyrë. Kjo është e tepruar. Kjo është e tepruar. Për dini rastin e Muadh ibn Xhebelit, vëllazni. Muadh ibn Xhebel, subhanallah, Muadh ibn Xhebeli ka qenë prej sahabeve që e ka ditë më smirti halalin dhe haramin. Më smirti e ka ditë halalin dhe haramin, më smirti. Pejgamberi sa pe dërgon si ambasador, po themi, me përhap fen në Yemen apo në Sham. Edhe po shkon kë. Mi thirr në tauhid, mi thirr në shahadat. Edhe pishet krishterët, tu i ron sejdë priftave të vet. Subhanallah, njeriu që pe din halalin dhe haramin më smirti. Po kthehet, pi bjen sejdë Muhamedit alayhis salam. Pi bjen sejdë Muhamedit alayhis salam. Njeriu Muhamedi alayhis salam pe çon për tauhid, ai po kthehet me ron sejdë. Po çaj tu voja o Muadh. Po thaj qëllimin e kishte të mirë. Nuk e kishte qëllimin në shirk apo kufër. Çka i tha? Po tha, hatynve dha bjebin priftave, tynve bjebin në sejdë dha ti je pejgamberi Allah dhe uda. Sikur ta kishte bërë me qëllim të adhurimi, çka ishte kjo? Ishte kafir. Mirë po themi veprimi i jashtëm i një personi që e bën, nuk të bën me njëherë me gjyku. Du të mundosh, ka dole njerë. Pse e bone? Unë shpesh ju thon vllaznive, për shembull, shkelja e Kur'anit vllazni është kufër, është dalje nga feja. Bukur. Unë s'po e shoh Kur'anin edhe peshkili. Që tu pelon, po e zom karike kom lon Kur'anin, edhe dola eca aty, erdha prej jashtit, unë nal drita, ula mbi Kur'an. Dikush më qiti më foto, edhe çka mund me më thonë? Ky person e ka shkel Kur'anin. Kjo është çmenduri me akuzu njeriu. Për atë arsye, shumë ka rëndësi qëllimi. Shumë ka rëndësi qëllimi. Sepse mundi mi bo padrejtësi njerëzve. Thot, nuk e di. Erdha i personi e boni nevojen e boni në xhami, o vllazni, nevojen e boni në xhami. Para më në marr dikush të na, për shembull, me boni në xhami nevojen. Çfarë i bëjmë bre, subhanallah? Po çfarë tu bëjmë marti këtu tha? Na po bëjmë ibadet këtu. Tha, jo nuk e kom ditë, tha, ja Resulullah. Si ka thonë ja Resulullah se nuk ka qenë besimtar. Edhe di çka tha? Boni dua, tha, ja Rab, falë mu edhe pejgamberin. Pse se ata sahabt, shokt, hygjëm u mundun mu me mnoll, me më kërcnu, me më sulmu me një aspekt, që është në xhami dhe po van nevojen, urinimin. Edhe subhanallah, Allahu subhanahu wa taala e qeli zemrën e pranë islamin ai.
Për atë arsye duhet me pas kujdes në gjykime, sidomos në gjykime. Thuaj vllajëm, kjo është kufër, kjo është shirk, kjo është gjuna, kjo është bidat, kjo është ama në gjykime keni kujdes se pejgamberi alayhi salam ka thonë kush i thot vllajt vet kafir, shkon nalt. Kjo hyn edhe te bidatxhiu, kjo hyn edhe te mëkatari, edhe te çdo gjykim që ti e bën, kanë thënë ulemaja, quhet nalt gjykimi. Nëse nuk e ka hak vllajut, të kthehet mrapsht. Po dhe një çështje tjetër të kthehet mrapsht. Çka të kthehet mrapsht? A të kthehet mrapsht gjykimi, a të kthehet mrapsht gjunoi i gjykimit? Prap themi kthehet gjunoi i gjykimit. Jo gjykimi. Nëse ti padrejtisht i ke thonë dikujt kafir e bidatxhi, edhe ai nuk e ka çat dispozit që ti ke ngrit, e ke gjyku. Ty nuk të vjen gjykimi, po ty të vjen gjunoi i gjykimit. Më thonë duhet me pas kujdes në këtë çështje, më së fundi këto shenjë dhe cilësi ndoshta nuk gjendet të gjithë së bashku tek një grup apo individ, por mundet që një pjesë ose shumica atyre të gjenden në disa grupa apo individ. Ky drejtim ka nevojë akoma për studim më të plotë dhe për më tepër punë për shërimin e plagëve të tij. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft. Nëse keni ndaj pyetje